vazhdojmë tutje. Hajde, në udhëheq për deri te Çelia ku keni vujt dënimin edhe ku keni qenë momentin kur është bombardu gjithë pavilionin. Gjithsesi. Struktura pak a shumë është e njëjtë, me hekra, me grila, me shumica, këta grila kanë qenë po të njëjtë, po shihen disa përforcime, ku ditën kritike me datën 19 maj pas sfidave që kem pas të thymjen e dyrëve, me ndimin e kolegëve do të thotë nga pavilionet tjera, kjo pjesë ose kjo hapësirë ka qenë mbyllur. Ne thjesht kem dikun janë 20-30 minuta kemi dalë gjithë në korridor, jemi kacavjerë derisa kem bërë demolimin dhe thjesht kem kriju mundësinë për me vazhdu tutje. Pasi që jemi dalë për kësaj hapësire, na kanë tubu thjesht tash ishte struktura organizative ishte më ndryshi, një farë hapësirë aty, edhe është jashtëzakonisht me rëndësi, mu cek, që kanë ardhur përgjegjësit e kohës të burgut, konkretisht Miroljub Vidić, që ka qenë njeri i dytë në hierarkinë e organizimit të këtij burgu, i kanë Aleksandr Aca i vogël kanë thonë, thjesht, ne kemi ditë që Aleksandr Belašević, po kishë mbjemën tjetër, do të thotë sipas disa kolegëve të burgosën, i cili konkretisht më drejtohet mu, edhe më thotë e kom përmend edhe këtë fakt edhe në tribunalin e Hagës në 2002, ku kom pas fatin të kontribuaj për drejtësinë ndërkombëtare dhe zbardhjen e së vërtetës së vonuar lidhur me këtë ngjarje që ka ndodhur, thotë në këto hapësira. Ku më drejtohet, thotë e ke lyp NATO-n, mirë tash, NATO për ja sjell lulat mbi varret, edhe thjesht ishte një kërcënim i hapur me sharje e fyrje këto si ç'din, siç kanë ditë ata. Që kjo hapësirë tash pisho që ka riorganizim të numrave, fatmirësisht si ka riorganizim edhe numrave dhe strukturës njerëzore e tjera. Unë kam qenë në dhomën e parafundit, atër ka qenë organizimi i tillë dhoma numër 48. Në këtë dhomë, si që ceka më herët, do thotë është që kjo dhomë, ose thjesht 08 tash me emra 3 e tjera, po që tu, po... Imbulojnë këtë gjatë montarës për shkak të ruajtjes. Në këtë dhomë, tash, kem qenë une, kem qenë Skënder Sina, Taf Kurtaj, Sejfia prapë po më hupe emni i tine, ose për ndryshe është vllavi i profesorit nderuar Osman Sejfis, ka qenë Farik Krasniqi, Arben Tajrsylaj, ndërsa në dhomën gjithë ka qenë vllavi i Arbenit, Naseri edhe Shaban Ramaj, djali i miq të Çamilit. Po pra do të që i ka pra ditën kur është bombarduar, edhe atë përjetimet pak a shumë momentit, dhomë çka keni qenë duke bërë edhe çu keni reaguar pas atij momenti? Në atë moment thjesht unë kam pas fatin tash në fatkeqësi dhe që me datën 3 maj të vitit 1999, thjesht e kanë sjell një kontingjent të burgosurve të tjerë që kishin qenë jashtë. Konkretisht e kanë sjell në dhomën time Skënder Sina, një do të thotë inxhinier i gjeodezisë, i cili ka qenë jashtëzakonisht i mirë i informuar dhe me të thënë drejtën ai na ka pajis me informata çka ka ndodhur jashtë, ne ishim në izolim të plot total. Përpos izolimit që kishim do të thotë fizik, kjo pjesa tjetër ka qenë rutinë, do të thotë dhuna fizike e tmerrshme, mungesa ushqimit, mungesa kushteve elementare njerëzore, që në farë forme shteti i cili na ka mbajt, thjesht nuk di konvent do të thotë që kalon pa shkel, do të thotë deri në momentin edhe kur na vrau, do të thotë në rresht. Edhe me datën 3 maj e sjellin ato dhe na shpjegon se çfarë është ka ndodhur, na shpjegon edhe ndonë se ne kishim parandjen se NATO vetëm ka vepruar parasysh me datën 24 mars, vetëm i pam 2 raketa fillimisht, po, ka qenë mbrëmje, ne dishim çfarë po ndodh, kishim një parandjen, po nuk kishim informata.
Dërsa ato informata i sjellli inxhinieri Skënder Sina, dhe çak na njoftoi edhe për modelet e aeroplanëve në ngjyrën specifike të shteteve tjera, kush po është më efektive tjera. Kështu që ishim të informuar. Ditën kritike, Skënderi ka qenë, do të thotë, i rrafun shumë keq, ka pas krejt trupin, do të thotë, të nxirr, edhe i shtrirë, unë, do të thotë, pasi që ish paradita, edhe qëndresha në kom, të shiku, do të thotë, ka dritarja. Dritarja fatmirësisht ka qenë e hapur, edhe në atë moment kanë shpërthy, do të thotë, raketat, në atë pjesën atje të qerdhës gardianëve. Po e treguam në fillim. Po e që e treguam në fillim, edhe këtë pjesën të këtij kulmi. Tash kjo qeli ose kjo dhomë ka pas, do të thotë, të kolapsum komplet kulmin. Bile ma vonë do ta tregoj se si e kom shef një dajt nons ose për ndryshe me të demaj, do të thotë, në Renoja. Është një histori që të ta vazhdojmë. Edhe në atë moment kur ka vepruar raketat, komplet ajo pjesë e gjamav, thjesht ka fluturuar kaftyra ime dhe kaftyra kolegëve mi. Fatmirësisht, asnjë efekt, do të thonë, ngrithet vogla etj. Dhe na në atë moment e kuptuam që jemi cak. Edhe kemi reagu, ndonse unë me Arbenin Tahir Sylej, nuk e di tash si është puna me shtrata, po atëherë kanë qenë do shtrata diku 4 cm dras e ahut, e kem pas qani një pjesë, eventualisht për ditë liga, mi pas. Nuk i kem tregu, do të thotë, shumic shokëve, se ishtë puna si ishtë, e kem nxerr ato, kem marrë një krevet shtesë që na kishim prue, kemi tentu mi thyke derë, ka qenë vërtet sfidë, e kem komplet këtë pjesën jashtë, e kem demolu, po për me dalë jashtë ka qenë shumë e pamundur. Toni na kanë ndihmuar, do të thotë, burgosur tjerë,